Mirëmbrëma shqiptarët e mi. Mirëmbrëma kryeministër, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Ja, ky tha që është djali mirë shumë. Ky visi ti e gaztari rrallë. Va, e di. Ti ke merita të jashtëzakonshme. Për ty kam folur edhe me Donald Trumpën. Do e marrësh Amerikën? Ka folë një ditë se pa e dëgjosh edhe unë. Më ka dëgjuar edhe ky, edhe kemi bërë muhabet edhe i kam thënë ai gaztari është i sqaruar shumë. Po unë apo s'ka gjë? Po ti si bëre kompliment, maj? Ti pse më bëre kompliment. Edhe si e gjë. Megjithatë je intelektuale edhe ti. Se rri me mua. Edhe se rri, më thuaj me kërri dhe them cili je. Në fund të fundit. Rej është kot fare Rej. Ai është aty ai. Jo, nuk është, ka vajtur deri diku. Nuk është aty, atë do ta arrestojmë. Të dashur shqiptarët e mi. Tash ishte zhveshur. Unë u bëj thirrje të bëni durim. Pa. Bëj durim. Shumë shpejt. Qeveria e re është gati. Me ditë. Me ditë, ky thot me ditë, unë them me minute. Thash se do arrestoj Rama, po. Pa. Rama është i mbaruar i arrestuar. Ai është në burger. Po ai i kanë prerë edhe dënimin për shpërdorim dyre. Çfarë thua? Edhe është brenda. Jesh janë duke ndru qarqaftë e qelis që mos ketë kështu. Aha, po i bëj dhomën. Tashi, Sali Brisha dhe Adriatik Lapaj nuk din qysh hidhet Rama. Ramën vetëm mundi ta hedh. Ai s'nes na e sot. Ose unë kur jesha i ri, unë që jesh në Amerikë, në high school, unë atje bëj një mundje edhe kish një ca stile që hidhjam të tërë në tokë. Me suplex. Me duplex. Jo mundje romake, ç'e quhet? Jo mundje romake, po është do ta hedh tuç. Ka qenë në Amerikë, jo në Itali. Kam qenë në Amerikë, brenda, në New Jersey, edhe aty kam mësuar goxha stile. Megjithatë, unë do ta hedh Ramën shumë shpejt. Shumë shpejt unë do veten në kryeministria. Edhe kryeministria do jetë juaja. E jona. Jo e këtij, jo ne. Më fal, do na lejosh të vëmë tek ai kopshietën dhe ne? Po, atë do ta hapim me qira, do ta bëjmë qendër tregtare. Të shite kështu gjëra të shtrenjta. Suvenira, mish i legu, mish pate, vez bio, mjalt, pa sheqer, pa hile me laf, me blet që kullosën në natyrë. Edhe kockat, po ti zish janë të mira për kockat. Po që ty hash lengun e mishit. O profesor, na shpalos në një gjë nga ajo detyra, si thon nga programi juaj detyra. Programi është i bërë. Futua mish i legu. Jam këtu me ministrin e vendeve të punës. Sekretari i vendeve të punës. Ne kemi disa sekretari. Aha, ky merret me vendet e punës, me punësimin apo me çfarë? Që është pa punë për momentin. Që do hap gjitha ato vende pune. Po, sa të filloj punë. Sa të filloj punë. Po mirë, tash ja vash të filloja një që të hapi ofisor. Ne do kemi sekretari për trafikun, sekretari për kryqëzimet, sekretari për vendet në autobus, që janë ata vendet ullur dhe në kemë. Fala, sa vende pune do hapi, do e frysh administratën dhe tim, kese Rama? Unë do e qfry administratën, shqiptarët e mi. Në administratë do punojnë 3 milion njerëz. 3 milion? Po është fryrje, jo shfryrje. Po, për shqiptarë, se ata që janë këta të huajtë, që ka sjell Rama me pasaporta indiane Bangladeshe, e që ka sjell afroamerikan milioni, ne do t'i qporrëm. Ne këtu do ketë vetëm shqiptarë. Edhe turistët do jenë vetëm shqiptarë dashur shqiptarë. Jo, do jenë vetëm ata shqiptarët që vinë nga jashtë për të vizituar prindërit e tyre edhe do ikën prapë. Është vërtet. Do kthehen 6 milion shqiptarë nga Turqia. Dale një herë, do kthehen 3 milion që janë në Greqi. Pa, sa shumë do kthehen 2 milion e gjysmë që janë në Itali. Sa u bën? Po do të ndruar emrat 11 milion e 500. 11 milion e 500, që të tërë këta do t'i punësoj. Janë 30-40 shqiptarë në Alaskë.
ata do t'i lem atje t'i marri trumpi. Kishte pa të Do paguar t'i japin shtrenjtë. trumpit aty. Se mora vesh po nëse po flasin kanë të putë vetë. Po, urdhro. Jo, visi kishte një Jo, pyetje. Gaztari kishte një pyetje, unë do ta dëgjoj, pastaj do t'i përgjigjem se si përgjigjem direkt. Po, Urdhro po, Gaztar. Jo, do pyes që ne jemi kaq shqiptar, po më fund nuk kujtova mbas e kanë ndruar emrat ata. Ne do kanë vajtes janë. Nuk e shef ftet, ne kemi qenë kohën e Aliskandrit të Madh. Të kujt më? Aliskandrit të Madh, Eleksion. po, që kemi imigruar. Edhe do t'i kthejmë këtër shqiptarët kudo që Po, ndodhen. interesante. Edhe në kohën e Bardhylit. Edhe në kohën e Bardhylit. Po, aha. Bardhyli që ka qenë, që atëherë ka qenë me mua në Amerikë. Edhe Bardhylia? mbeti gent 20.000 lekë. Genti, po, edhe Genti, Po po. çfarë bëni do profesor? Po në Amerikë ishte Goldrashi atëherë. Kush është Goldrashi? Ethet e Floririt. Ja, që djali di thash që është Që ka qenë me Adi Krasta, që prezantote Adi Krasta. Jo, ajo ka qenë 12 djela pa një të shtunë. Po, është futja fundit o zot. Vazhdojmë emisionin e na mirë, Të dashur shqiptarët e mi. Rama i ka ditë e numëruara, Po. orët e numëruara, Sa ndron çaçafët? minutet e numëruara. Fix. Shumë shpejt do ta heqim zvar. Bashkë me Miçotakisin. Kërë? Atë Gjecis. Po. Pehe, Demete. Edhe Edhe me Vučić. edhe me Ivan Rakiticin. Edhe me Lepa Brena. Ka pasur. Lepa Brena është koktare, Do para. Nuk janë në delirë. Dhe se ka planet e tyre më mos si kuptojmë ne nëse. O profesor, mirëpafshim. Hazizi do arrestohet. Dhe Aziz. Edhe Azizi? Alen Islamovic. Që ka Hajde, pasur. Është bukur shumë. Kam pa koncert në Korçë këta. Edhe po këta do t'i arrestojnë ta thonë Drejza, Roma. Me Dragoj Sanditej. Aha, mirë. Ardhmja është e sigurt njërë. Pa.